Ky personi në koment ka shkru ma mirë me qira se sa me ble shtëpi. Aja është të vërtet, Valën? Unë nuk pajtona me atë personin, pse nuk pajtona? Se për shembull nëse blen një shtëpi $600,000, Po. dhe vetëm 3.5% i qet poshtë, domethënë në kuptimin që qet depozit. $21,000 për bjena? Atëherë $21,000, 3.5% në 600.000 janë $21,000. Po. Pastaj merr kredi 579.000. Kredia mujore me PMI është diku rreth $4.000. Tatimin e pronë për çdo muaj parafërsisht është $1.250, që i bjen që pagesat mujore janë diku $5.250. Tash nëse dëmton një pronë të njëjtë diku në Westchester apo New York City, ty mas pakit kushton $4.500 në muaj apo $5.000. Po. Që i bie parafërsisht njëjtë. Mirë po, për 12 muaj ke $63,000 mortgage. Për 30 vjet i paguan 1.8 milion apo 1.9 milion të kredit mortgage për 30 vjet. Nëse një pronë të njëjtë e renton për 30 vjet, domethënë i paguan 2.5 milion. Domethënë $600,000 paguan më shumë me rent, me qira, se sa me mortgage, ndërsa pros apo gjërat e mira që i merr nga kur e ke një shtëpi tënde është sepse pastaj mbas 30 vjetë shtëpia mbetet e jotja. Ndërsa gjatë 30 vjetëve ti mund ta bësh shtëpinë si quajnë këtu refinance, që i bën domethënë mund vlera e pronës rritet dhe merr lek mbrapa. Pastaj me ato lek ti shkon në investon diku tjetër. Kur e bën refinance një pronë, në Amerikë quhet një farë koncepti apo definicioni që është free money. Pse është free money? Sepse nuk pagun tatim apo nuk pagun capital gain në ato lek apo para që e merr mbrapa për me investu diku tjetër. Pastaj, përpos që rritjes së vlerës së shtëpisë, e kanë edhe një opcion tjetër në Amerikë bankat që quhet HELOC, Home Equity Loan of Credit, që domethënë mund ta marrësh ato lek. E bën refinance, jo nuk është refinance, po HELOC është diçka tjetër, mund marrësh lek dhe investon diku tjetër. Pagesën në interesit në HELOC e pagua vetëm nëse e përdor atë shumë. Dhe që është edhe më e rëndësishmja kur e ke pronën tënde, domethënë je building wealth si quhen në Amerikë. Domethënë je ndërtu në domethënë pasuri me shtëpinë tënde që mundesh me mbledh pronat e tjera gjatë këtyre 30 vjetëve. Faleminderit.